Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë kapën dhe ndaluan personin në kërkim me iniciale AM 46 vjeç, banues në Vlorë, pasi gjykata e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë e ka dënuar këtë shtetas me 2 muaj burg për veprën penale vjedhja. Po nga këta specialistë për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë, u referuan materialet në prokurori dhe nisi procedimi penal për shtetasit. Me iniciale RP 51 vjeç, banues në Vlorë, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj vllait të tij. Me iniciale IF 32 vjeç, banues të Vlorë, pasi dyshohet se ka shqetësuar në mënyrë të përsëritur përmes telefonit shtetasin me iniciale EM. Specialistët për hetimin e krimeve në stacionin e policisë Selenicë referuan materialet në prokurori pasi më datë 3 prill 2025, shtetasin me iniciale AK 20 vjeç, banues në fshatin Kot, i cili ndodhej në masën e sigurisë arrest në shtëpi. Dyshohet se ka rënë aksidentalisht në kontakt me rrymën elektrike në banesë, si pasojë është dëmtuar. 20 vjeçari ka marrë ndihmën mjekësore dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Specialistët për hetimin e krimeve në stacionin e policisë Orikum referuan materialet në prokurori, pasi më datë 3 prill 2025 në radhim, shtetasit me iniciale SL 50 vjeç, MR 37 vjeç, FB 39 vjeç dhe VB 52 vjeç dyshohet se janë konfliktuar me fjalë për motive të dobta. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë referuan materialet në prokurori dhe shpallën në kërkim shtetasin me iniciale SC 42 vjeç, banues në Gjirokastër, pasi dyshohet se ka kanosur me fjalë një shtetase në Sarandë, një shtetas të mitur 15 vjeç, pasi dyshohet se për motive të dobta ka kanosur me thik një 48 vjeçar në Sarandë. Materialet ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.